Salla plot e brohoritje të mëdha si rallëherë u pane u ndëgjuan mbrëm në ndeshjen finale mes klubit handbollit Kastrioti e Besa Fangasit. Dy lojra sfiduese që u zhvilluan mes ekipeve, Kastrioti Ferizajt u shpall kampioni i Kosovës. Në praninë e 3000 shikuesve, Kastrioti në finale e mpushti Besa Fangasin me rezultat 29-24. Pjesa e parë ishte e barabartë, ndërsa shkëputja e ferizajasve u bë në mesin e pjesës së dytë. Më pas Kastrioti e mbrojtje përsin deri në fund. Kapiteni i klubit Ron Ramadani dhe lojtari Deniz Terzici treguan se përkraja e qytetarëve ferizajas ka qenë motiv për lojën, ndërsa u shprehën të lumtur për fitoren që korrën mbrëm. Një fitore e madhe për neve. Falenderoj këtë ferizojnë, këtë dashamirët e handbollit që sot na kanë jep një motiv shtesë. Kjo nuk është po begi ku i ka mungu qytetit ferizojnë kjo atmosferë, edhe na jena shumë mirë njës tifozëve. Faleminderit lojtarëve për angazhimin cilët e kanë bë. Krejtëve faleminderit, nuk kam diçka ma shumë. Kastrioti do kthyen atë vendin ku dohet. Për këto çështje që unë veç du më falenderoj lojtarëve. Ata janë që më kanë bë mua këto, edhe që më përkrojnë non stop, edhe na e përkrojmë njëri tjetrit, edhe ç'kjo është. Na nuk e kemi jetë me dorëzu javën tjetër, me njerë fillon kampionati, është play-offi. Edhe kena me qinu edhe me morë titullin e kampionit. Është të vështirë se pas në ndeshës që së finale që batëm me Arojci, që batëm koqat të shtira dhe që flujnë. Finale normal që e ka atë rëndësin e vetë dhe vështirësin e vetë. Në fundja dollëm me rujtë kupën, e kytit kalu për me këtu si vetë prapë në venin tonë, qytetin tonë. Edhe se janë përvorcemu në nëzëve të Ferizajas. Trajneri i klubit, krenar për punën e ekipit, u shpreh lumtur për fitoren dhe për emocionet që ja dhanë qytetit. Sonte tepër i lumtur jam, por ma shumë i lumtur nuk kam qenë karrierën time. Son fakti edhe shumë jam i lumtur që mas një periudhë gjatë kjo palestra e ondrave të mia u mbush prapë. Gjithçka kishme qenë, veç humbje sot s'ka pas. Domethënë s'kisha mujt me dëru, veç shkaki e publikut dhe ambienti. Por, dëshiroj një dëshirë teme që sonte ma ka dhonë një kuraja, kër e kom poker atë bjerë teme. I ndjeri i Sufi, Cufa, tifozi legendari Kastriotit, sonte i dedikoj kupën ati. Tonë, publiku ka qeni unë, ne kemi qenë tonë. E disha që loja ka me qenë vështirë për neve sonte, të marrë parasysh që desha mbron që ka qenë shumë ngarkuar e jona, nuk e marrë parasysh pas aty me perspektive që kemë pas si klub, edhe mungesa e forcës fizike, angazhimi maksimal lojës së mbrëmshme, e kom ditë që kemë me pas vështirë. Lojtarët janë konë demorolum lojën e mbrëmshme, por vullneti madh, dëshira madhe, angazhimi madh. I falenderoj nga zemra lojtarët e mi që ma mundësun me pas këtë gëzim sonte. Uroj që t'jetë kjo një start pozitiv për ekipën e Kastriotit. Uroj që mos kemi mo të lashe që kem pas kaluar. Uroj që t'na kthehet ajo fama jone këtij qytetit. Po thomë, nuk dëshiroj, qyteti Ferizajit do qyteti e handbollit. Qyteti Ferizajit nifet për handboll. Kështu që uroj edhe dëshiroj që le të vazhdoj kështu, ta kemi palestrat plota, të ngritet niveli i ekipës, cilësia dhe normalisht kur këto janë ngriten atëherë dhe publiku e kem pas normal plot sallën gjithmonë. Se Ferizaj është qyteti i handbollit, dje e kanë përmendur shumë qytetarët ferizajas, por këtë rikonfirmon edhe presidenti i klubit, i cili tha se fitoria ishte merit plot. Ndoshta kam pak emocione, jam i ngarkuar edhe emocionalisht. Sot i tregum krejt Kosovës edhe tërë trojeve shqiptare që për një me Ferizaj është sinonim i handbollit në barë shqiptar, jo vetëm kosovar. Tregum kulturë sportive, tregum se çka është tifozeri që për asnjë moment gjatë 60 minuta nuk u ndalën duke i përkrahur këta djemë tanë që e dhanë maksimumin, e dhanë më të mirën nga vetja, edhe pse ishin të lodhur sepse dje kishim në ndjeshe Kogjetëran me Ravecin. Këta djemë tregun kulturë, nuk pat sharje, nuk pat ofendime. Unë për veti po ndina krenar me punën që e kam bo unë, me pjesën e bordit, edhe që e kam pas vitin e kalum, sepse aty filloj, do me thonë, këthimi
i klubit në binar, edhe në ADN ku e ka, edhe ku e meriton qyteti ynë. Unë për veti, jo veç unë, po edhe këta tjerë që kanë orë sot, që i kam kratë djath, i kam njerëz që po më shtyjnë për para, edhe nuk po një as lodhje, edhe pse sigurisht që lodhja është, po këta djem, bordi i ri tash, me djem që janë afru, edhe shumë thjesht më thonë, dyrt janë të hapuna për gjithë ata që vërtet e dojnë këtë klub, vërtet e dojnë handballin e Ferizajt, vërtet e dojnë qytetin tonë. Dyrt janë të hapura për gjitha bizneset, për gjithë biznismenët, ose edhe ata që e dinë dhe mendojnë që mujnë me kontribu në këtë klub. Unë i lutem gjithve, edhe ju kërkoj, le të vinë, mos ndalen të mbështet këtë klub, sepse ky klub është vetë qyteti. Sot tregum, nuk e disha është Marakana, cili stadion është këtu. I gjithë salla e mbushur, unë për veti jam kënaq. Unë jam kënaq për veti. Kastrioti e mbrojti trofeun e kupës ndërsa e fitoi për herë të tetë.